kurse tjetra e cila nuk kupton asgjë, nuk pyet, nuk din për fe asgjë, e thret hoxhën në 2 të natës, në 2 të mes natës në telefon, hoxh, nënës duhet mi bërë rukje. Hoxha i shkret në 3 të natës, i thot, ta shka mi bërë, thot, hajde, të lutëm, hajde, të bëni rukje. I shkreti hoxha del në 3, mes natë. Vjena njeri e merë me kerë në shtëpin, hoxhën e dërgon në shtëpin e ti mi bërë rukje nërës. Në 3 mes natë, hoxha i shkreti ku pedin, që ka ndodhë, kur futët në dhomën e plakës, ajo i cila ka nevoj për rukja e ka pas, ajo shtri, për e dërëzon shpjeti. Pisë për di, për 3 hoqën 3 natës mi për rukje. Dhe hoqë kur e pa, tha, ti njeri, unë së në shkaj bëjsaj, që është palu, që për dënë me dërëzu shpjetin të Allahu. Nuk kupton njeri. E që i thot ati, hoxha i thot ati, gjallit, të asaj plakës, përkujtoja fjallën la ilaha illallah. I shkreti vetë nuk e di. I thot se, qka kena me bo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lakinu mautakum la ilaha illallah, përkujtoja mi atyre që përvdesin prej jush, përkujtoja fjallën la ilaha illallah. Nga se ndoshta as sabahin nuk e takon, nuk e gjenë kjo. Kjo do të shkon tek Allah. Dhe ashtu ndodhi. Prandaj shqyqoni, kur vjen puna deri këtu, si pëndodh me popullin tënë, edhe i maltretojnë hoxhallarët në 3 natës, e maltreton edhe plakën në 3 natës, e maltreton vetën në 3 natës. O xhemal, kuptoni fejnë Allahut, mos e maltretoni as vetën, as familjen, as hoxhën. Por ktheuni në rrugën e Allahut, lexoni dhe studioni, kërkoni, pastaj hesni në rrugën e Allahut. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, thuni astaghfirullah.